Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë së bashku lajmet më të fundit. Do të flasim për Big Brother dhe Ferma VIP. Ju e dini shumë bukur që tashmë Big Brother dhe Ferma VIP po bëhen gati që të hapin dyert e sezonit të ri. Ndryshe nga sezonet e tjera që ne në fakt jemi mësuar që t'i shohim, Big Brother këtë herë do të ndryshon rrugtimin, do me thënë Big Brother do t'jetë pak më me vonesë, presim tjetë nga fundi i dhjetorit, herëve tjera ka filluar pak më herët, ndërsa në aspektin tjetër, do me thënë Ferma VIP do t'jetë krejtësisht ndryshe. Nuk do t'jetë më në mars, nuk do t'jetë më në maj, por do t'jetë në tetor, do me thënë do t'jetë një sezon edhe më sfidues i Fermës, në këtë rast duke shpallur një luftë, le ta themi, kundër drejt Big Brotherit. Me afrimin e sezonit të ri televiziv, një nga temat më të diskutuara është fakti që Big Brother VIP dhe Ferma VIP pritet që të zhvillohen në të njëjtën periudhë, duke krijuar një konkurrencë të drejtë për audiencën. Kjo situatë mund të ndikojë edhe në investimin që do të bëhet për shtëpinë e re të Big Brotherit, që në kupton, për të dashur ta ruan produksioni Big Brotherit audiencën, me patjetër duhet të investojë në një shtëpi goxha luksoze. Nëse marrim si bazë sezonin e kaluar, Big Brother VIP kishte një nga skenografitë më moderne në Shqipëri, me qindra kamera, dhoma të reja, ndriçim profesional, sisteme audio, regji, obor të transformuar dhe ambiente të projektuara posaçërisht për spektaklin. Ndërkohë, edhe Ferma VIP investoi në një koncept krejtësisht ndryshe, duke ndërtuar një fermë funksionale me ambiente të jashtme dhe sfida të përditshme. Duke qenë se këtë vit të dy reality show-t pritet të garojnë në të njëjtën kohë, është e arsyeshme të mendohet se Top Channel mund të investojë edhe më shumë për ta bërë shtëpinë e Big Brotherit më spektakolare se kur. Një shtëpi me teknologji të re, ambiente më luksoze, dhoma sekrete, obor më të madh edhe efekte vizuale moderne, do ta ndihmonte formatin ta ruante avantazhin në garën për shikueshmëri. Bazuar në investimet e viteve të kaluara dhe standardet e prodhimeve televizive të këtij niveli, një vlerësim i mundshëm është se ndërtimi dhe përmirësimi i shtëpisë së Big Brotherit mund të kushtojë nga 1.5 milion euro deri në 3 milion euro mund të kushtojë shtëpia që do të jetë këtë vit. Kjo është një vlerësim dhe nuk bazohet në shifra zyrtare të publikuara nga produksioni. Në fund, fituesi i kësaj gare pritet të jetë publiku, por unë jam shumë i bindur që Eduardi këtë vit do të bëjë një investim shumë interesant që besoj do të ketë luftë shikueshmërie. Si shikoni ju këto dy shtëpi?